Një qytetari është drejtuar redaksis tonë për të denoncuar një situatë të rëndë që është krijuar në aksin rrugor Librasht-Përnjas, i cili është bllokuar prej 2 javësh për shkak të shembjeve masive. Sipas qytetarit, në të njëjtin vend ku rruga është bllokuar, tani ka nisur një rrëshqitje masive dheu, e cila ka përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme dhe ka krijuar rrezik serioz për banesat pranë rrugës. Masa e dheut vijon të jetë e paqëndrueshme, duke shtuar frikën e banorëve për përkeqësim të mëtejshëm të situatës, veçanërisht nëse rreshjet e shiut rikthehen në ditët në vijim. Banorët e zonës apelojnë për ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet për stabilizimin e terrenit, pastrimin e masës së dheut dhe garantimin e sigurisë për banesat dhe përdëruesit e rrugës. Ata shprehen të shqetësuar se situata mund të përshkallëzohet, duke rrezikuar jo vetëm pronat, por edhe jetën e njerëzve që kalojnë këtë segment. Ndërkohë, rikujtojmë se si pasojë e rrëshqitjes, qarkullimi në aksin Librasht-Përnjas është ndërprer, ndërsa drejtuesit e mjeteve janë detyruar të kthehen pas ose të përdorin rrugë alternative. Deri në këtë momente nuk ka një njoftim zyrtar se kur do të bëhet e mundur hapja e plotë e rrugës. Denoncimi i qytetarit. Në rrugën Librasht-Përhejas, aty ku ran gurët herën e pat, ka rrëshqitje masive të dheut dhe rrezikonen banesat dhe rruga Librasht-Përnjas.